Presidenti i vllaznisë në futboll për femra, vllaznia në turin e dytë të Europa Cup. I kënaqur, i gëzuar, realizimi i objektivit? Kualifikimi normalisht gëzon, por gjithsesi loja, me thënë vërtetën, nuk ishte bindëse, as më tepër kur ekipi s'kishte nevojë të vetën presion, u punu gjatë kësaj jave që rezultati në ishte parë mos merret parasysh për ekipit të futet në lojë edhe të fitojë në ishte, realisht edhe fitoj, por sidomos pjesa e parë për te kualifikimi, që kualifikimi është dhe qëllimi jonë në këtë tur, por jo loja, ekipin pjesën e parë e kishte marrë lehtë këtë ndeshje, nuk e vlerësuan ashtu siç duhet, dhe pjesa e parë mund të shkonte ndryshe rezultati, sepse ishin disa raste të ekipit kundërshtar që ne mund na shënonte, por falë disa kualitete në ekipeve veçanërisht portierës, rezultati i ndeshjes shkoi ashtu siç shkoi, nuk pësu me gol, kurse në pjesën e dytë stafi rregulloi diçka në rreshtim, bani disa lëvizje dhe mendoj u stabilizu ekipi, por me shumë vonesë që e vuni ekipin në presion, pa pas nevojë, siç e thash më përpara, sepse rezultati i ndeshjes parë ishte për me çliru ekipin, jo me vënë presion ekipin. Në turin e dytë, çfarë pretendon më shumë vllaznia? Ne në vërtet kemi investuar në ekip që të lozin faktikisht në Champions League dhe të kalojë turre, por edhe këtu edhe kjo kupa shumë e rëndësishme për ne dhe çdo tur, çdo ndeshje do të merret një nga një. I kemi thënë më përpara, mungesa ndeshjeve dhe ardha e shumë lojtarëve të huaja, edhe gërshetimi me ekipin ose konsolidimi me lojën e ekipit ka bërë atë vetën që ekipit vinë vonë në lojë, por gjithsesi mbetet shumë punë, sidomos se pjesa e parë sot ishte me të friksuar disi, por gjithsesi ne mendojmë që një ekip kena kualitete, ka lojtarë shumë mira. Edhe lodhja bën punën e vet, sepse duhet të thënë që janë 4 ndeshje brenda 20 ditëve, ndeshje me ekipe shumë mira të Evropës, nuk është e kollajt, kështu që këto ditë ekipi do të stërvitet, do të relaksohet patjetër. Do të shohim mundësinë dhe afrimin në lojtarë, sepse kemi pikat veçanta që sepse çdo tur edhe rritet koeficienti i përgjegjësisë, do të ndërhyjmë dhe do të shohim për pak ditë, sepse një javë kemi kohë që të bëjmë disa përforcime nëse kena të mundun edhe të pretendojmë në turin e dytë. Ne çdo ndeshje futemi me objektiva mallore. Turi i dytë kur luhet dhe a dihet kundërshtari i vllaznisë? Kundërshtarë nuk dihen sepse janë edhe nesër ndeshje të tjera të Champions League për të zhvilluar edhe ndeshjet e Europa Cup. Nga këto 2 ture do të dalin ekipet që kualifikohen, edhe ato që humbin që zbresin nga raundi i tretë i play-offit Champions League, edhe në bazë të renditjes pikëve që këto ekipe kanë, UEFA do të përcaktojë edhe vazat. Ne mendojmë që jemi në vazën e parë, sepse kemi shumë pikë, jemi ekipe që kemi marrë shumë pikë prej vitesh në kompeticionet evropiane. Presim nesër përfundimin e ndeshjes dhe ditën e premte është edhe hedhja e shortit. Ndeshjet do të jenë me 7 dhe 8 tetor, kurse në datë të tjera janë 14-15 tetor, kështu që janë 2 data në dispozicion për turin tjetër. Deri ku mund shkojë kjo vllaznia në Europa Cup? Ne pretendojmë realisht çdo ndeshje të marrim maksimumin, çdo tur të pretendojmë u kualifiku. Por ndeshja sot sidomos pjesa e parë frikson, ashtu siç ta gëzoi ndeshja tjetër me këtë ekip, ekipi bën një performancë shumë mirë dhe bindi, por sot jo. Këto gjana faktikisht ndodhin në futboll, bashkë me tepër të futbollit i femrave që janë edhe më të dukshme këto, por gjithsesi stafi do të punojë në gjitha planet, që edhe në planin psikologjik, sepse këta lojtarë ndoshta duke mësuar me kaq kërkesa të mëdha, por koha është e mjaftueshme që të rehabilitohet dhe të pretendojmë. Mendoj që ekipi ka kualitete më rënd dhe pretendojmë të kalojmë në turin tjetër. Sukses!